Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për çështjen e Çamërisë, ku shënohet 81 vjetori i gjenocidit ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Për të folur për këtë çështje ne kemi të ftuar zotin Alket Veliu, kreun e fondacionit Çamëria Hasan Tasin. Zoti Veliu, përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Zoti Veliu, cila është lidhja juaj me Çamërinë dhe si ka lindur kjo lidhje me një çështje kaq shumë të ndjeshme për vetë shqiptarët? Atëherë lidhja vjen së pari me origjinën time. Unë jam nga të dy prindrit me origjinë nga Çamëria, madje i mat ka lindur në Çamëri dhe jam rritur që fëmijë me tregimet për atë çka ka ndodhur në Çamëri dhe me Çamërinë në tërësi, për atë çfarë Çamëria përfaqësonte. Njëkohësisht me fillimin e demokracisë kemi krijimin e shoqatës Çamëria dhe atëherë kam qenë ri, kam qenë student dhe e kam mirëpritur, i mat është një nga personazhet aktiv të asaj periudhe në drejtim shoqatës Çamëria. Pra e kuptoni dhe vetë që unë rrita në një familje ku çështja çame jo thjesht nga origjina që ishte një detyrim për tu angazhuar dhe për tu marrë në këtë çështje, por edhe për shkaqe të angazhimeve familjare më ka bërë që unë të jem aktiv me çështjen çame. Fondacioni që ju drejtoni, ku është i fokusuar konkretisht dhe me çfarë është marrë sa i përket aspektit të çështjes së Çamërisë, teksa në këtë qershor shënohet edhe 81 vjetori i gjenocidit Çam? Fondacioni Çamëria Hasan Tasini ka afro 5 vite që është krijuar dhe fokusi i punës së fondacionit ka qenë hedhja dritë mbi historinë e Çamërisë, mbi kulturën, mbi identitetin ton, por njëkohësisht duke e bashkuar këtë lloj informacioni që ne japim edhe një lloj angazhimi me çështjen çame. Pra, duke qenë një zë i fuqishëm në drejtim të mbrojtjes së interesave të çamëve. Unë thash, kemi 5 vite që kemi bërë shumë aktivitetet kanë konsistuar në botime librash, promovime të këtyre botimeve që kanë të bëjnë me Çamërinë, por njëkohësisht kemi hapur dhe një numër të madh të ekspozitave fotografike që lidhet me ngjarjet në Çamëri, me Çamërinë e foto të vjetra të Çamërisë dhe nga arkivat njëkohësisht, por njëkohësisht edhe të personaliteteve të shquara të Çamërisë për t'i bërë të njohur njerëzve, sepse për kaq shumë vite në fakt kemi patur pak informacion për Çamërinë dhe na është dashur që me ndryshimin e sistemit ne të bëjmë një punë të madhe për të njohur atë aspekt historik, kulturor dhe identitar të Çamërisë, e cila për rreth 50 vite nuk u fol pothuajse as pak. Pra kjo ka qenë dhe vazhdon të jetë në një farë mënyre roli dhe fokusi i punës tonë si Fondacion Çamëria Hasan Tasini. Na flisni pak më konkretisht sa i përket gjenocidit ndaj shqiptarëve të Çamërisë, teksa këtë qershor shënohet 81 vjetori i këtij gjenocidi dhe çfarë është bërë deri më tani për të mos e harruar këtë ngjarje kaq tronditëse për vetë shqiptarët e Çamërisë? Genocidi në Çamëri, i cili u finalizua në fakt në vitin 1944-45 me fillesat e saj në 27 qershor 44, ku është edhe ajo data që mbahet mend dhe është e njohur dhe nga Parlamenti i Shqipërisë si dita e genocidit grek mbi shqiptarët e Çamërisë. Në fakt kjo është le të themi është një kulmim i gjithë asaj politike për spastrim etnik, për të bërë jetën çamëve, shqiptarëve të Çamërisë sa më të vështirë, e cila kishte startuar shumë vite më parë, për mos thënë gati një shekull më parë që me fillimin e megaloides së famshme të 1844 nga ish kryeministri i kohës Jan Nikoleti. Që prej asaj kohe, Çamëria është përballur vetëm me vështirësi, e cila konsistonte në masa shtrënguese për pronat, për tokat, në reformën agrare që u bë, që ishte jo e drejtë për çamët, por ishte në një farë mënyrë detyruese që të linin pronat e tyre. Pastaj dhuna ka vazhduar edhe në forma të tjera, si në moslejimin e përdorimit të gjuhës shqipe
në Çamëri, por edhe në mos angazhimin e shqiptarëve të Çamërisë në pushtetin lokal dhe atë qendror. Në Çamëri kanë startuar dhe ajo që ishte pika që e nisi këtë lloj le të themi vale vrasjesh ndaj shqiptarëve ishte masakra e Selanit në 1913. Më tej pastaj padyshim erdhi që prej asaj date jeta në Çamëri për shqiptarët e Çamërisë u bë vështirë. Siç thash, reforma agrare apo mungesa e përdorimit të gjuhës shqipe në Çamëri ishin ato që spikasnin atë kohë dhe erdhi lufta e dytë botërore ku grekët gjetën momentin volitiv sipas tyre për të bërë le të themi atë spastrim të cilin kishin filluar që më herët. Në fakt edhe gjatë luftës së dytë botërore kemi me ardhin e Italisë fashiste që pushtoi Greqinë, ne kemi një arrestim dhe një internim të gjithë burrave nga mbi 16 vjeç në Çamëri. Ishte edhe çarmatosi njëkohësisht dhe u çarmatos popullsia. Kjo me pretekstin se shqiptarët e Çamërisë do të bashkëpunonin me pushtuesin sepse kishin një lloj brenge dhe një lloj ndjesie grekët që për atë padrejtësi që kishin bërë shqiptarëve deri në atë moment dhe mendonin se mos shqiptarëve u erdhi koha. Në fakt, shqiptarët nuk patën atë lloj le themi ndjesie për të bashkëpunuar me nazistët dhe fashizmin, sepse vendi ishte pushtuar nga dhe askush nuk e donte pushtuesin në shtëpitë e veta. Por me këtë ngjarje, me internimin e këtyre burrave mbi 16 vjeç, siç thash, edhe u çarmatos popullsia, në një farë mënyrë shqiptarëve të Çamërisë ju lidhën duart për të vepruar, për të reaguar kundra pushtuesve të vjetër dhe kundra pushtuesve të rinj. Megjithatë, ka plot sidomos gjatë viteve 43-44, plot shqiptarë të Çamërisë u bashkuan forcave antifashiste. Dhe këtu kemi plot të dhëna dhe dokumenta dhe fakte të cilët u bashkuan edhe në ushtrinë çlirimtare greke e Amin, por krijuan dhe qetën e tyre Çamëria në Konispol, që kanë dhënë jetën për çlirimin e trojeve të vendit të vet. Por kjo nuk mjaftonte për Greqinë, pasi se ata e kishin synimin e qartë që të fajsonin çamët, të gjenin një sebeb se si ta çamt i dëbonin. Dhe forcat e djatha të ekstremit të djathtë greke, të udhëhequra nga Napoleon Zerva, filluan masakrën e tyre në qershor të vitit 1944. Tu është piknisja dhe fundi i asaj tragjedie që sot njerëzit e njohin, shqiptarët e njohin, por që ne po përpiqemi që këtë t'ja bëjmë të ditur jo vetëm shqiptarëve, por edhe të huajve dhe ndërkombëtarëve, sepse është një histori që duhet njohur, është një histori që duhet thënë ashtu siç është, pra duhet thënë të vërtetat, nuk mund të mbahet e fshehur, sepse nëse historia nuk thuhet siç është, atëherë ajo rrezikon të përsëritet. Ndaj është shumë i nevojshëm dhe shumë i rëndësishëm sensibilizimi i njerëzve për të ditur atë çfarë ka ndodhur. Zoti Veliu, çfarë është bërë në këto 30 vite për çështjen Çame dhe çfarë kërkojnë aktualisht dhe konkretisht shqiptarët e Çamërisë në raport me atë që ka ndodhur, por edhe në raport me ngjarjet e sotme? Që me krijimin e shoqatës Çamëria në janar të vitit 1991, shoqata e parë e krijuar në Shqipëri, kërkesat kanë qenë shumë të qarta. Madje janë kërkesa të përsërituara, do të shkoj edhe pak më herët në kohë, janë kërkesa të përsërituara që pikë së pari u hartuan dhe u bën nga Komiteti Antifashist Çam në 45. Pra, kërkesa ka qenë shumë e qartë dhe vazhdon të jetë e njëjta kërkesë dhe sot e kësaj dite. Kthim të çamëve në shtëpitë e veta. Ne absolutisht si Çam asnjëherë nuk kemi kërkuar ndryshim kufish, por ama kemi kërkuar të kthehemi në shtëpitë tona me gjithë të drejtat që na takojnë, me të drejtat e gjuhës, pronësisë, çdo të identitetit ton atje, pra me çdo të drejtë që na takon. Është një kërkesë legjitime, është një kërkesë që është
është e trajtuar në kuadrin e të drejtave të njerëzit është bazike dhe nuk po kërkojmë diçka që të pamundur apo diçka që le të themi duket si e pabëshme apo është një kërkesë bazike e drejtave të njerëzit. Kushdo ka të drejtën e vet të kthehet në shtëpinë e vet, atje ku ka lindur. Për shembull, unë kam baban tim gjallë. Ai ka ardhur 4 vjeç nga Çamëria. Ai ka të drejtë, shtëpia atje është bosh. Është një shtëpi bosh dhe është në të drejtën e vet që ai të kthehet atje ku ka lindur, të gëzojë shtëpinë e vet dhe shtëpinë e vet ta gëzojnë dhe pasardhësit e tij. Kjo është ajo kërkesë. Pra, shpesh neve na kanë etiketuar sikur kërkojmë luftë me Greqinë apo kërkojmë ndryshim kufish të marrim trojet të Çamërisë sjell në Shqipërisë. Kjo nuk është e vërtetë. Ne kemi qenë shumë të kujdesshëm në gjitha kërkesat tona në mënyrë që janë disa fakte historike që të pranohen, por faktet historike jo në mënyrë të njëanshme. Pra, ajo që është e rëndësishme është që pranohet fakti historik çfarë ka ndodhur në 1944-45 dhe një nga kërkesat e tjera që ne kemi është që shteti grek duhet të kërkojë ndjes për ato krime të kryera ndaj shqiptarëve. Dhe tjetra padyshim që kthimin në shtëpitë tona. Kto janë kërkesat që kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë edhe sot e kësaj dite. Tani ju pyetët çfarë është bërë në këto 30 vite. Ka patur hapa të rëndësishëm, janë bërë disa le të themi veprime të cilat kanë impakt edhe sot, duke filluar që me vendosjen e njohjen e genocidit nga Parlamenti i Shqipërisë në 1994, ku u njoh zyrtarisht data 27 qershor si dita e genocidit grek mbi shqiptarët e Çamërisë. Pra, kjo njohje nga ana e shtetit shqiptar, Parlamentit shqiptar, padyshim që është shumë e rëndësishme për ne. Mëtej mund të ecim mëtej kemi edhe një rezolut për Çamërinë, e cila është kërkuar në 2004 nga shoqata Çamëria dhe është mbështetur në aso kohë ka qenë balli kombëtar, edhe pse ka patur një kalvar të çuditshëm mund ta them. Kjo rezolut u dëshën disa vite më pas që ajo të dilte dhe të fitonte statusin që i takonte, pra të miratimit. Megjithatë, prapë sot ne kemi një rezolut, e cila është detyruese për qeverinë shqiptare ta zbatojë në raport me palën greke. Edhe pse unë këtu kam shqetësimin, dhe jo vetëm shqetësimin, por gjithë çamëve dhe gjithë shqiptarëve, mund të them, që kjo rezolut nuk respektohet dhe nuk zbatohet. Ajo që më bën përshtypje në kaq shumë vite është një lloj heshtje, një heshtje e qeverisë shqiptare. Padyshim që vjen e investuar, mund të thosha, nga pala greke, megjithatë shteti shqiptar ka detyrime ndaj shtetasve të vet. Shteti shqiptar e ka në preambullën e vet detyrimin që ka për çdo shqiptar të mbrojë të drejtat e tyre kudo që jetojnë. Jo më që ne shqiptarët e Çamërisë jetojmë një pjesë e madhe jetojmë këtu në Shqipëri dhe e ka detyrim ndaj nesh që të mbrojë interesat e kësaj pjese të popullsisë. Është detyrim, por ndërkohë është edhe një lloj dinjiteti kombëtar që shteti shqiptar duhet ta ketë. Institucionet shqiptare duhet ta kenë. Duhet ta kenë radh parë për institucionin atë që përfaqësojmë, por edhe një detyrim le të themi ndaj kombit. Ne për kaq shumë vite jemi përballur me një luftë të madhe pikërisht me heshtjen dhe unë nuk hezitoj ta them, edhe nuk është e tepër ta them që armiqt kryesor të çështjes çame kanë qenë dy qeveritë, qeveria shqiptare dhe qeveria greke. Sepse ato kanë bashkëvepruar në një mënyrë të çuditshme duke heshtur. Pra, heshtja është e koordinuar. Është kur nuk është folur në mënyrë institucionale me palën greke për Çamërinë. Ndërkohë që e kundërta duhet ndodhte. Ajo që duhet ndodhte ishte që qeveria shqiptare në çdo bisedë me palën greke dhe takimet bilaterale që bëhen mes dy palëve, çështjen çame duhet ta kishte në krye të listës, sepse është një çështje e cila dhe sot e kësaj dite nuk është e hapur, rrjedh akoma gjak plaga të hapura mes dy kombeve dhe si mund të ketë një lloj misie mes dy vendeve kur kemi një çështje që akoma rrjedh gjak. Kjo është shumë e rëndësishme jo për ne vetëm si ne çam, por për ne si shqiptar, për kombin shqiptar. Unë e përmenda pak më parë, thash është çështje dinjiteti dhe dinjiteti duhet të mbrohet nga institucionet të cilat ne i votojmë. Dhe
vazhdon, ashtu siç u thash, vazhdon dhe sot kësaj dite që edhe këto 34 vite unë e kam shqetësim të madh, komiteti i Çam e ka shqetësim të madh që çështja Çame nuk është pjesë e bisedimeve me Greqinë. Është e çuditshme në fakt dhe shpeshherë më është dashur që edhe ta kundërshtoj faktin e disa ideve të mbrapshta, do të thosha, që Shqipëria do të merret me çështjen Çame kur hyn në Bashkimin Evropian. Kjo është një tezë shumë e gabuar, e cila e sposton vëmendjen dhe e pason topin, le të themi, për qeveritë pasardhëse që dikush të merret kush të vi më pas. Por në fakt Bashkimi Evropian është një bashkim vlerash. Edhe nëse ti futesh pa dinjitet si shtet shqiptar, nëse futet pa dinjitet në këtë bashkim vlerash, atëre unë nuk di se çfarë mund të ofrojë Shqipëria në vlerat e veta nëse vetë nuk ka të dinjitetin e duhur, pra hyn me dinjitet të cunguar. Padyshim do të ishte në dinjitetin e shtetit shqiptar nëse do të kishte një, le të themi, një angazhim më të madh ose atë të duhurin në fakt për çështjen Çame. Ju i përmendët pak a shumë se çfarë do të duhej të bënte shteti shqiptar sa i përket çështjes Çame. Por çfarë do duhet bëj tani e tutje konkretisht vetë shteti shqiptar dhe sa shpresoni ju tek vetë struktura shtetërore, por edhe tek vetë Parlamenti i Shqipërisë përmes rezolutave apo iniciativave të caktuara për ta çuar përpara këtë çështje? Ka disa mënyra, besoj ka disa mënyra për të arritur në atë zgjidhje që do të donin të gjithë. E para punës, ajo që ndodh në të dy anët e kufirit, edhe të Shqipërisë edhe të Greqisë, dhe mua më bën përshtypje është që politikanët janë bërë historianë. Politikanët merret me historinë dhe nuk ja lënë vendin historianëve të japin vlerësimin e dur për faktet historike dhe për atë që ka ndodhur. Dhe unë filloj që nga disa punë të vogla në dukje, por shumë të mëdha, bazike. Pra, e para punës njëherë të njihet historia e Çamërisë. Është shumë e rëndësishme kjo gjë. Dhe historia e Çamërisë do të fillojë të njihet çik në bankat e shkollës, si të fëmijët e vegjël. Është shqetësues fakti që prej 2018-s emri Çamëri është hequr nga tekste shkollore dhe ende nuk ka asnjë reagim, asnjë argument që pse ky emër është hequr nga tekste shkollore. Unë di dhe kam informacion sipas presioneve që shteti grek bën për ta hequr dhe për ta harruar këtë emër, duke hequr dhe i paralele madje me Vori Epirin, ndërkohë që s'ka asnjë lidhje, sepse këtu kemi të bëjmë me një emërtim falso të krijuar nga grekët Vori Epirin, ndërkohë që Çamëria është një krahin, është një entitet që ka qenë prej mijëra vitesh atje, nuk ka asgjë të përbashkët kjo gjë. Dhe është e tushme fakti që fëmijët e sotshëm në librat e historisë nuk e mësojnë Çamërinë me këtë emërtim, por edhe ato pak fjalë që thuhen janë, le të themi, shumë të relativizuara dhe jo ajo e vërtet për masat që kanë ndodhur në Çamëri. Ndërkohë që është padyshim shumë e rëndësishme që në çdo lloj bisede dhe bisedime që bëhet mes palës greke dhe asaj të shqiptare, çështja e Çame duhet të jetë në tryezën e bisedimeve. Unë nuk e di pse gjithë kjo frikë e madhe e shtetit shqiptar për të kërkuar një të drejtë. Grekët po kërkojnë dhe ato që nuk i takojnë, po kërkojnë himaren, po kërkojnë cavareza të cilat të hysh dhe të gjesh nuk janë më, le të themi, varre, biles. Do të kujtoj këtu një profesoresh të nderuar në Vilanika, në një nga daljet e saj publike që ka bërë në Çamiko, e ka thënë që atë e ka marrë trupat dhe varret e tyre që po kërkojnë përsëri. Tani duhet të shpikim njerëz për të krijuar një histori të rreme dhe mos ta harrojmë faktin që ata ishin ushtarë pushtues, janë në tokën shqiptare, nuk janë në tokën greke. Pra, po kërkojnë aq shumë gjëra të cilat le të themi janë jashtë çdo lloji logjike dhe jashtë çdo lloji fakti historik. Kurse ne kemi turp ose intimidohemi të kërkojmë një të drejtë njerëzore në radhë të parë, sepse kemi akoma me mira që jetojnë, edhe pse ky numër vjen duke rënë për shkak të moshës së madhe tashmë, që jetojnë akoma dhe kanë lindur në Çamëri, kanë parë ato tmerret atje, edhe askush nuk i ka kërkuar një ndjesë publike. Unë nisa me timat, ka ardhur 4 vjeç nga Çamëria. Çfarë faji mund të ketë bërë një 4 vjeçar? Ç'është kjo edhe sot e kësaj dite
vazhdojnë të jenë të dënuar në mënyrë kolektive. Nëse ka patur bashkëpunëtor, siç ka pretendimet e Greqisë, të dënoheshin ata bashkëpunëtor, vazhdon pjesa tjetër. Vazhdon jetën normale, bashkëpunëtor ka patur kolaboracionizmi, nuk u shpik as në Shqipëri, madje as në Greqi. Kolaboracionizmi është një fenomen i njohur në tërë Europën. Dhe Europa i ka zgjidhur më së miri le të themi këtë pjesë të historisë. Pra, ajo që duhet bëhet është që të mos heshtet përçamëri. Ajo që duhet bëhet është që parlamenti shqiptar të flasi dhe të jo thjesht në mënyrë folklorike, po të marrë nisma për çamërinë. Është shumë e rëndësishme të ketë nisma. Pra, ne sot presim hapa institucional, ne presim hapa konkret dhe jo më siç ka ndodhur që vetëm një minutë heshtje për kur vjen data 27 qershor dhe aq kujtohet çamëria në parlament. Mos harrojmë në faktin tjetër që zyrtarët shqiptar, të shtetit shqiptar, për vite me radhë kanë injoruar qoftë dhe një tuf lule nuk kanë vendosur në varrezat e Klogjërit. Ka qenë vetëm një rast i vitit kaluar, cilën unë gjej rastin ta përshëndes, të kryetarit të shtetit që e vizitoi varrezat e Klogjërit, që në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër tregoi që i njeh dhe i nderon këto viktima, por nuk kemi patur asnjë rast. Janë 34 vite dhe heshtja nuk është vetëm ndaj asaj që ka ndodhur në çamëri, heshtja nuk është vetëm ndaj çamërisë, por edhe ndaj të rëndëve. Domethënë këta e kanë kaq shumë të vështirë që dhe një tuf me lule të vënë te viktimat e atij genocidi që njihet edhe nga parlamenti shqiptar. Pra, është një fakt i njohur. Është e njohur nga parlamenti shqiptar. Kështu që nuk ka pse intimidohet askush apo të hezitoj sepse po e shikon pala andej me një sy të shtrëmbër, le ta themi. Kështu. Prandaj unë besoj shumë dhe do të doja shumë dhe kërkoj edhe parlamentit të ri, që do të fillojë në shtator, që çështjen Çame ta bëj çështje të vetëm, ta bëj çështje sepse i takon. Çështja Çame nuk është çështje e Çamëve. Çështja Çame është çështje shqiptare, është çështje kombëtare, u takon të gjithëve. Dhe në radhë të parë, ata që duhet të angazhohen pikë së pari në këtë çështje janë institucionet shtetërore. Është detyrimi i shtetit shqiptar të angazhohet dhe të trajtoj çështjen Çame, ta bëj pjesë të agjendës së bisedimeve me Greqinë. Kjo është ajo kërkesë që ne kemi. Absolutisht kemi qenë shumë të matur në kërkesat tona, shumë paqësor në kërkesat tona. Ne kur nuk kemi kërkuar luftë. Ne kur nuk kemi mbjell në një armiqësi mes shqiptarëve dhe grekëve. Absolutisht jo, përkundrazi. Kemi qenë dhe vazhdojmë të jemi shqiptarët më të interesuar për të patur marrëdhënie shumë të mira me grekët, me popullin grek, sepse kemi patur në shekuj me ta, por edhe me qeverinë greke jemi shumë të interesuar për të patur marrëdhënie shumë të mira. Jemi më shumë të interesuar se kushdo, por aman dhe qeveria greke duhet të respektojë të drejtat e kësaj popullate të mohuara për 81 vite. Duhet të them një fakt shumë të rëndësishëm. Marrëdhëniet shqiptaro-greke me shqiptarët dhe grekëve nuk janë vetëm marrëdhëniet e shekullit të 20, por shqiptarët që janë vendosur ballë për ballë njëri tjetrit, e vërteta kjo është, por janë dhe marrëdhëniet e shekullit më parë. Shqiptarët kanë qenë dhe grekët kanë qenë në krah të njëri tjetrit, jo përballë njëri tjetrit. Dhe historia njerëzore është e gjatë, nuk mund të ngushtohet këndvështrimi vetëm me një shekull. Ndaj dhe unë do të kërkoja një maturitet nga të dy palët, nga qeveria greke, nga qeveria shqiptare, për hir të fqinjësisë, sepse jemi fqinj, të dënuar apo të bekuar, këtë nuk e di. Uroj që të punojmë për të qenë të bekuar që jemi fqinj me njëri tjetrin. Të punojmë që brezat që vinë, fëmijët tanë, t'i lëmë në paqe me njëri tjetrin. Të marrim ato angazhimet që i takojnë, le të themi, si dhe një familje që i takon prindërve të lënë fëmijët pasardhësit në paqe me njëri tjetrin, ashtu dhe shtetet duhet marrin këtë angazhim për të lënë dy popujt në paqe me njëri tjetrin. Pra janë disa detyrime të cilat nuk mund të injorohen, nuk mund të spostohen pafundësisht. Kjo është ajo që ne kërkojmë. Pra, të fundi i gjithçkaje është për të patur një marrëdhënie paqësore me fqinjin ton dhe të respektohen të drejtat e njeriut. Mos të shikojmë vetëm të drejtat e grekëve dhe të drejtat e shqiptarëve nuk janë inekzistente. Jo, jemi në këtë, jetojmë në këtë glob, jemi, le të themi, kemi një Zot të gjithë dhe përpara atij jemi të tërë të barabartë. Po ashtu dhe përballë ligjit. Zoti Veliu, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit dhe juve dhe
vlerësim që e bët Çamërinë në këtë muaj të rëndësishëm për ne pjesë të emisionit tuaj. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.